Në Selin Blu janë duke ndodhur zhvillime të rëndësishme. Kryedemokrati Sali Berisha ka nisur turin e takimeve të tij, ndërkohë që paralel ka nisur po ashtu takime të në bazë edhe ish deputeti Ervin Saljani. E në fakt në takimin e zhvilluar në Durrës u vure një mbështetje masive ndaj Saljanit, ajsa në takim u pan edhe të ri, të cilët shpesh zgjedhin të qëndrojnë larg politikës. Me një lëvizje të paralajmëruar që tregon se ujërat në Partinë Demokratike kanë filluar të lëvizin, e kërkojnë ndryshim, Ervin Saljani edhe pse pa bekimin e Sali Berishës, nisi foltorët në bazën e demokratëve nga Durrësi. Mesazhi ishte i qartë, është koha e një gjenerate të re. Ndërkohë, Sali Berisha nuk e injoron më turin e takimeve të Ervin Saljanit me demokrat, edhe as nuk ishe më, si në fillim, thjesht si një kafe mes kolegësh. Vetëm pak orë para foltores së parë në Durrës të ish deputetit, Berisha shfaqet më jashpër, duke sulmuar, e fillimisht takimet e tij quan për interes personal dhe jo në funksion të Partisë Demokratike. I pyetur mbi dy foltoret në PD, kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi u shpreh se mbështet qëndrimin zyrtar të PD-s dhe të kryetarit Sali Berisha, sipas së cilit çdo mbledhje jashtë forumeve është private. E në fakt, dy foltoret kanë një ndryshim të madh mes tyre. Berisha vijon që të mbledh të njëjtët, të cilët i qëndronin poshtë balkonit, ndërkohë Ervin Saljani është duke mbledhur pas të zhgënjërit, ata që kërkojnë rifreskimin e Partisë Demokratike. Po ju, si mendoni? A ka ardhur koha që Sali Berisha të bëjë një hap pas dhe t'ia lërë stafetën të rinjve? Presim komentet tuaja poshtë.